profesor Spari Dormiseani. Kështë një cikël që ne kemi zonë prejmë dhe shkriptarë këtu dhe ne kemi knasitë sot që kemi ty. Atëherë, kjo është forë bashkëbisedimi, mund ndërrym Keli, profesori tjetër, gjithë pranishme kushdo mund në rrëj. Spari një bëj një pyetje gjithmonë shkriptarëve dhe gjithë atyre që kanë këtu. Ne po dalim falë Zotit edhe urojmë shumë që dalim nga një situatë vështirë, goxha vështirë, për një vit e gjysmë ne jemi pandemi dhe nuk e di nëse kjo situatë, kjo pandemi, për të langë të stresit, ka ndryshuar diçka në rutinën e jetës suaj, sepse ti je shkrimtar në vërtet dyshon jetën tjera, është asket nga natyra, por diçka do të ndryshuar, besoj. Si ishte kjo situatë e këtij dhe përthyrja pastaj për ta reflektuar tek njerëzit e tjerë. Tek unë nuk ka ndryshuar në gjë, sepse mënyra e jetesë time, se kjo ka ndryshuar shumë në mënyrën e jetesë njerëzve, dhe është një problem që shtrohet në nivel global, jo thjesht në Shqipëri. Po unë jetoj në fshat. Atje unë nuk e kam ndjekë të punë, sepse te kafe fshatin shkosha edhe pisha kafe. Baxhen e kam, qenët e mi nuk do në me jadit, pra në këtë kuptim nuk ka ndryshuar në gjë, sepse unë vi rrallë në Tiranë, vi herë, 2 herë në javë maksimumi edhe 2 herë rrallë, kryesisht 1 herë në javë. Pra tek unë nuk ka ndryshuar në gjë në kuptimin e ritmit ditës, të organizimit të kohës, të dhënjes dorës, për shembull. Ajo më shqetësonte shumë kur takonin grushtat njerëzit. Tani është heq. Unë preferoja vija dorën në zemër dhe nuk e bëja atë punën e grushtit se si më dukej, jo formë miqësore me tjetër. Pra, në këtë kuptim nuk ka ndryshuar në gjë të madhe nga ana e jashtme. Por ajo që ka mua, dhe vjetë kam shkruajtur një roman për këtë gjë, ringjallja e frikrave të vjetra, ringjallja disa anktheve, sepse shfaqja e tankeve, fjalimet e përnatshme të kryeministrit në televizion, vendosja e një lloj shtetërrethimi, domethënë qasja e shtetit ndaj përditshmërisë së njerëzve, marrja e gjitha pushteteve me një dorë, domethënë, të gjitha këto më krijuan një ankth i cili nuk besoj se dhe lehtësia në cilën njerëzit i pranuan këto. Dhe kjo ishte një shqetësim i madh për mua. Kjo më la një më shumë se shije, një lloj ankthi dhe pasigurie për të ardhmen. Kjo shoqëri shumë lehtë mund të nështrohet. Ndërkohë, duke kaluar situata, pyetja e parë kur duke kaloj tek letërsia, shumë arsye pse jemi këtu. Ne jemi kryesisht vepra ose libri me cilin ne do bisedojmë sot është Historia si një mushë. Ku ti ke përmbledh 3 novela aty. Në 3 novela, duke para realisht është një subjekt, një plak dhe njëri, u thojnë bashkë, është një hipotezim për cilin plak të riut, po për tek sa ngjihet sy në mënyra rrëfimit. Ti ke ndërthurur 2 histori brenda një historie. Pra është i moshuar që i rrëfen një të riu, ndërkohë që i rrëfen një histori tjetër dhe janë të dyja po thoj se ndryshme dhe të dyja me mesazhe. Dhe aty ka pra 2 fabula të ndërthurura. Është pasiguria e riu përballë vjetrit, që është një moshuar që është i qartë dhe mundohet ta tërheq këtë triu pas vetes, pra që do të më thënë kundërta. Po në këtë pikë pyetja që vjen më saj, është përvoja arma më e fortë e një brezi kundër një brezi tjetër. Unë besoj se kjo është universale dhe ky është thelbi aty. Përvoja fiton mbi energjitë, si më thënë. Ka një proverb francez që thotë si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Po të dinte rinia, po të mundej pleqëria. Pra, të dy brezat kanë një handicap të madh për të qenë suksesshëm veç e veç. Rinia nuk di, e pleqëria s'ka fuqi. T'ju shkoj gjërave deri në fund. Prandaj duhet një lloj simbioze midis përvojës dhe energjive. Ky është kjo Historia si një mushk, novela e parë që ka dhe titullin, është shkruajtur në 97. Është shkruajtur në 97 dhe kam shkruajtur në Berlin. Në 97 dash dorëheqje nga shërbimi diplomatik, u ktheva në Tiranë dhe pastaj pata një bursë në një rezidencë shkrimtarësh në Berlin. Dhe atje përfundova romanin Boshi dhe pastaj mbeti një kohë dhe kisha këtë subjekt në kohë prej shumë kohë si parabol, se është parabol, nuk është pa vendosje historike. Është një parabol veriore, po që besoj
ka një gjuhë universale, dhe unë vija pas 97-s, të cilën e kisha pa kryesisht televizion, se kisha qenë në Francë. Dhe me filtrat e mediave perëndimore, qasja është gjithsesi ndryshe, por diçka kuptohet. Dhe unë e kam shkruajt atë duke bërë një lloj sinteze të 97 sipas mënyrës time, tek historia që tregon plaku. Sepse mua më ka shqetësuar prej shumë kohësh dhe vazhdo të shqetësoj roli, ndikimi që ka historia me hë të madhe, por edhe historia me individuale mbi fatin e njeriu. Se historia është një lloj fatalitetit në vetë, historia individuale, historia me hë të madhe përcaktohet nga shumë elemente, është më konkrete se sa mistike, por përsëri këto përcaktojnë një masë të madhe. Ndërkohë, në këtë novelë, pra kalim tek subjekti i dytë i novelës, ka një ironi të thellë kundrejt një ignorancë kolektive, një pasigurie kolektive për që një profet. Është një ankth i përhershëm. A janë dallëtit kolektive në përgjithësi një ushqim i mirë për shkrimtarin dhe pastaj përthyrja për ta reflektuar tek lexuesi. Për mua në këtë rast, por jo vetëm në këtë rast, përderisa merrem me ndikimin e historisë mbi individin, sigurisht që është turma është pjesë thelbësore e zhvillimit historisë. Momentet kyçe janë përmbys rrjedhat e historisë nëpërmjet lëvizjes turmave, të cilat në shumicën e rasteve kanë qenë të manipuluara, por është shumë e vështirë ta përshkruash këtu. Për një shkrimtar është, besoj mua të paktën duket, se është e vështirë se nuk është si fjala, nuk është një farë si fotografia që e merr dhe e fikson. Ti do t'i japën dinamikë turmës dhe dinamika jepet përmes individëve, ku do ndalesh që duket si turmë edhe që të ketë individ në mes. Pra në këtë kuptim unë ka qenë edhe një lloj ushtrimi i rëndësishëm gjuhësor për mua për shkrimi i kësaj i turmës që manipulohet vazhdimisht dhe që manipulon veten pastaj se futet në një xhiro veç shkatërruese turmës. Kemi një personazh si Selahattin Beqiri, djali i që vret Fatil Bega. Fatil Bega ishte heroi i njëri i cili në të ri dhe kishin jetuar në atë kohë, ishte kur tepër rrallë. Tek novela 2. Tek novela 2, sigurisht. Selahattini një djalë me probleme mendore, ashtu përshkruhet, pra kemi një antihero diku. Ndërkohë tek novela fundit, Ura si vend i punë dhe dreshit, është Hana, një vajzë e re, e cila refuzohet qaj kur i kërkohet qaj. Pra është një moment kur zakoni dhe ambienti ja kërkon të dalë kundër vullnetit vet, kundër natyrës vet. Këto novela unë i kam parë dhe du ta kthej pyetje këtu. Mos ka qenë një ironizim ndoshta i disa zakone dhe dokeve të krahinës. Një krahinë e caktuar, nuk ka rëndësi. Jo aq ironizim. Nuk kam shumë ironi. Kam një libër Daulla prej letrave që ka ironi, por unë kam humorzi ndoshta por ironi nuk kam dhe nuk kam respekt shumë për letërsinë ironike, si me thënë se ndoshta jam pak platonian në këtë, se Platoni thotë ironia është Aristotelit i merr, që është ironia është shprehje e njerëzve të varfër mendërisht e ka fjalë intelektualisht. Por nuk është ironi ndaj zakoneve, por është një përdorim, një përshkrim i zakoneve për të dalë tek individi i cili ka një farë mënyre brenda zakoneve, ka fatin e tij. Kjo Hana nuk qanë sepse ajo është e gëzuar. Dhe ja lejon vetes, por duke qenë mbuluar me tuvak, prapë i mbulohet difekti. Pra zakoni ja ka gjetë një mënyrë që mos sepse është e gëzuar që të martohet, ka përshtyrimin e vet për burrin e saj të arshëm, ka një lodhje nga vajzëria, do të bëhet grua, janë të gjitha këto. Po ashtu, kurse ky te novela 2, fundi si një vrim e zezë, është puna e dilemave
në cilët sepse aty ke një këngëtar të ri i cili mendon kur rritet ky heroi i madh, ai mendon se i erdhi rasti në bëmë në fund këngën e parë që do të bëhet i lavdishëm. Dhe pastaj gjithë rrugësi lind kur do shkoj te morti, i lind ai udhton paralelisht me një vajtojc që shkojnë atje, ati i lind dyshimi i madh për këtë duhet bërë kënga tani, për vrasësin, sepse një njeri anonim, një njeri jo fort i zhvilluar me ndërveç që kishte lindi tillë, po njeri i mirë në hall vet, vrau njeriu më të lavdishëm të krahilës, dhe për këtë duhet bërë, për të vrarën apo për vrasin. Kush është më i lavdishëm këtë rast? Edhe se si mund të është antiheros në kuptimin që shpesher herojt kur bëhen marrin kot në kuptimin, është shumë më kollaj ta shkatrosh një jetë të lavdishme me një ditë, me një çast, se sa ta ndërtosh atë jetë, dhe ky çfarë bëhet, sepse ky e vuri në lojë atë. Dhe i mori një gur, nuk dhe shtavrat, gjujti ma atë që kishte pushka s'kur gjë, mori një gur dhe i gjujt, dhe guri është biblik, nuk është një gur si mjet lufte, këta ras po ta marrë, se mori i gjujt, dhe ku e qoj mund lullit valë. Po dhe që ka kam vëmërë të këtë novela është se ti lexuesi nuk i lë pika referimit, pra nuk e orienton. Thjesht kanë, mund të themi, mënyra interpretimi gjitha situata. Në vërtet është një novelë që fillon, po themi novela parë, dytë e tretë, fillojnë dhe mbarojnë një tretësisht me shumë ngjarje, me shumë situata, me shumë ndërthurje, dhe ndërkohë lexuesi mund ta gjejë vetën brenda tyre, po ajo që doja të pyesja, janë novela të shkruara në periudha të ndryshme kohore. Pra, novela parë shkruan në 97, ndërkohë një tjetër në 2018. Pse ky vendosje së bashku të pse pikërisht këto tre novela vendosen të bësh bashkë? Po besoj se kanë një koncept të shkrimit të ngjashëm, sepse janë si parabola. Të trija janë si parabola, kështu që në një parabol asnjëherë nuk ke referenca orientuese për lexuesin. Domethënë i jep mundësi lexuesit ta shohë si një prozë argëtuese, ta shohë si një prozë dramatike, ta shohë si një prozë psikologjike, secili gjen qasjen e vet brenda subjektit. Dhe duke qenë se ka një qasje, se mund t'i kisha vjen si romane të shkurtra, mund t'i botoja edhe veç e veç. Por unë i kam botu bashkë sepse rrinë bashkë në mendimin tim. Rrinë bashkë si koncept estetik, si qasje shkrimi, si univers, sepse është edhe një univers, i njëjti univers paga shumë ku lëvizin të trija, po të marrësh etnopsikikën e personazheve, të mjedisit. Pastaj është më mirë me lexu. Këto novela kanë edhe një detaj, e thënë shumë të rëndësishëm. Dukesh një shumë i ri dhe zakonet e veriut, ose s'pamtu veshjet e veriut. Sigurisht një novela nga veriut, po duke pas parasysh moshën e re që një shkëputur nga ajo zonë dhe jetë edhe shumë voluminoze, rrugësh, ambasador, ministër, tjerë, pra shumë larg nga vendi yt, shumë larg nga Shqipëria, edhe nga krahina ku ti ke lindur. Cili ka qenë raporti yt me këto rite, kjo zakone, në para arsit tu, sepse ti zgjodhe një drejtim tjetër. Po unë i kam jetu këto në familje, unë kam ikë që kur kam marrë klasën e 8 nga Tropoja dhe nuk kam ardhur. Unë kam pas një lloj fati, sepse unë jam i pari në 3 vëllezër që jam i madhi. Familja ime ka qenë një familje që ka ardhur gjithmonë fije të peri, gjyshi ka qenë pa vëlla, baba im ka qenë pa vëlla, stërgjyshi ka qenë pa vëlla, dhe një familje e respektuar në atë mjedisin tonë, por që gjithmonë ka qenë rreziku i këputjes së perit. Dhe kur ne u bëm 3 vëllezër, ishte një gjë shumë e rëndësishme, si më thënë, ku u ndërprej një lloj mallkimi në perceptimin e kojshive, të kushërive, të vendasve atje. Dhe gjyshim ka filluar të marrë mua me vete qysh, kam qenë 5-6 vjeç, në kudo ku shkon, për gëzim apo për hidrim. Apo dhe ku shkonte me nejt me plesht. Dhe përshtyre një fëmijë 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç,
që ullet dhe rrim 6 orë, 7 orë me kurrim ca pleqe, bindu anë, flasin me njëri tjetrin dhe që se kanë fare mendjen te ky fëmija. Dhe besoj se kjo lloj ushtrimi që kam kryer gjatë 7-8 vjetëve, kanë diku të konë edhe tek një lloj ngacësie që kam unë, edhe të ecur, kam diçka, që i ri fare, kam pas diçka prej plaku. S'kam lujt kurs, kam qenë loja cak në gjimnaz, që ne ishim konviktor, duhet me lujt futboll në herë, në rast kur ishja i detyruar me ja pjesë shkollëria në port, që të mos rapoja, mos boja ato ushtrimet fizike që kërkoheshin. Në universitet ishte shumë rëndësishme nota, për shembull. Edhe fiskulturës njësoj si e lëndve shumë gramatikë sfrënga apo këtyre. Dhe unë kam marrë 10 fiskulturën, sepse profesori im i fiskulturës do mbronte doktoraturë. Dhe gjeti një libër, Sister Vitej Ajaxis, po ja them emrin se s'është më një burri, ka qenë një burr respektuar. Dhe gjeti një libër, Sister Viste, ka qenë një trajner i famshëm, një Kovač, Keli i di pamërsisor tjeri, edhe trajneri Ajaxit. Dhe më dha librin, ma përkthej këtë librin, tha mu se unë isha studenti më i mirë për ta bërë këtë lloj pune, dhe njëkohësisht nuk kisha asnjë shans me marrë 5 me merit në garat që kishim ne, duhet me 10.000 metrash, kur futi mu me pa 10.000 metrash në ai, rreth stadionit, dhe ishte 12 xhiro. Shokët e mi mbaru në shkuën u larë, ja dhe profesori i maturës, rrite si mund Allah me kronometër, unë ata isha të gjirë në shtabit, në shkuën të në dushin e në gjitha. Dhe ma dha përktheva këtë libër Sister Vitej Ajaxit, e hoqja i ku ishte Kovaç e vuri emrin e vetë, edhe ku ishte Ajaxi vuri Partizani, dhe mbrojti u bë doktor në shkencat e futbollit. Dhe unë mora 10. Du të them që kjo lloj ngacësie ka pas, dhe nuk mund të rria pedagogun që ose të mberja 5, se mund të gjithë mesatarë në përgjithshme të lëndëve, të notave të universitetit. Pra, kjo lloj kohe që kam nejtur midis 6 deri në 14 vjeç me gjyshin, në mjediset e tij, jo në mjediset e mia, ndoshta një farë mënyrë më ka lënë pak pa argëtimet e fëmijërisë, por më ka dhënë këtë lloj informacioni dhe kuriozitetin sidomos, se për shembull kur shkruaja, ka një moment si vishet nosja, unë kam lexuar si bëhet kënaja, unë baja më në gjëra vogla, por që për qenë eksakt unë kam lexuar pastaj për lexu. Mund të shkruash një prozë pa u dokumentuar. Ata që mendojnë se mund të shkruajnë prozë pa dhe të thonë çfarë t'ja marrëndja e kanë gabim për të. Ndërkohë që merr edhe karakteri yt dhe mund të bëni lidhje ndoshta paksa çuditshme, nuk e di se si do ma marrësh ti. Kështu jesh, njëri duruar, njëri le të themi statura jote të shëndrim. Ka një personazh tënd, që unë mendoj që ti ke injektuar karakterin nga vetë, edhe pse personazhi është Sana tek vera po them. Ajo ka një durim dhe ka një lloj dashurie shumë të madhe për partnerin e saj, saqë shpesh kalon unë si lexues kaloj në acarim. Pse kjo e duron nga shumë këtë dashurinë e vet që nuk dem më herë plash me të. Nuk ka femra të tilla sot. Tani kemi personazhin e Eva Bovaris, që shkrimtari thoshte unë jam Eva Bovaris. A është vërtet kjo? Po tani Sana është nëndër, dhe nëndër ajo nuk e ka vetëm dorë shumë, mendoj unë, por kjo, unë e kam këtë ngacësinë, e kam shumë organike. Unë do ta shkruaj durim, jo po durim, kur ishim vegjël, tani unë isha vllai i madh, në veri, vllai i madh është pas babës, është njëri shumë i rëndësishëm, edhe kur është 14 vjeç. Ose baba në shtëpi, edhe nana e pyet atë 14 vjeç, që si thusit t'ja bëj. Tani ata dy vëllezërit e mi ziheshin me njëri tjetrin, më merrnin mua gjana. E nana ime nxehej, nuk nxehej me ata, po nxehej me mua. Po kthehem atë ti, më thoshte, mu je i madh. Pse çfarë ti do? Kush ka vëzimet pa bën lopa jo? Dhe kjo nuk ngjallte shpresë te nana ime se unë do bësha i burri i Zotit. Fakti që isha aq pak i ndjeshëm ndaj gjëra që mua, që kjo gjëra që isha shumë i ndjeshëm dhe jam, dhe që s'duroj fare as më afroj, jo vetëm me i prek, por për shumicën e gjërave kam një distancë
që e kam shumë personale dhe shumë subjektive. Do të vi pak të kërë roman, të vera pak të. Është romani i ty parë, se është romani i parë, në kohë që unë shfletoja intervistën tua, pashtë dikush që ky ishte subjekti dhe nga këtë funda. Jo se ja ka marrë. Ja ke marrë, po të thonë. Po diku dorëzu dhe tha, okej, merret. Ndërkohë që i kam lexu partneri i Sanës kthehet për një amanet apo ta kthehet për një projektim. Këtë roman nuk e di pse kam hequr paralele me legjendën e Konstantinit. Ka diçka një frymëzim për saj? Jo. Do të thënë nuk ka qenë frymëzimi im dhe Dorotina Konstantinit, që t'jemi sinqer. Mua më dukej si shkrepja e idea. Artani po e tregonte në tavolinë. Ishim Rëmzilani, unë, Artani, e s'di kush tjetër. Ati ku është Ministria e Drejtësisë, ka qenë kafe, që ka qenë hotel Argoria dhe ka pasur edhe një kafe të madhe, ku vinte Petromarku kryesisht, edhe unë. Shkoja se nga këta. Se unë punoja te Zoripol të kisha afër. Dhe vinë Remzi me Artanin, marrë mu për kafe, mbas ditën si kjo kohë, e shkojmë aty. Dhe thot Artanin në gjithë qefë që kam filluar të shkruaj një roman. Dhe për çfarë subjekti, hijati i tij kishte qenë në Komitetin e Veteranëve, ishte 85-a, ishte përvjetori në çaj vite maj, fillimi maj, dhe ishte 40 vjetori i fitores mbi nazizmin. Kishte qenë në kampin e Mauthausen dhe midis gjërave që kishin gjetë atje, ky delegacioni i Komitetit Veteranëve, ishte që një dëshmor që quhet Telindini, ka qenë fabrika e duhanit e Durrësit, e ka pas emrin e tij. Telindini. Edhe ky nuk ishte vdek në filandat, po 2 javë më vonë. Dhe këta kishin 40 vjet që ja përkujtonin në këtë datë. Në fakt ishte jetuar dhe 2 javë më shumë. Dhe kur shkojnë ja tregojnë ishtë fejuarës ti, ose të fejuarës ti, sepse ajo nuk ishte martuar. Kur ja tregojnë, ajo tronditet shumë. E thë, ja pas kam mohujti tjetën 2 javë jetë dhe fillon e qenë, si pas Artani, unë s'kam qenë. Dhe Artani tani, mua kjo gjënë bori shumë pozitiv. Dhe më thënë, ajo me ndonë se, aty më mundezu, thash unë do shkruj këto 2 javë, që ajo nuk i ka ditë se ekzistojnë. Dhe këto 2 javë ishin në subkonsciencën e saj, ishin një mënyrë me jetu 2 javë mjafti, qa mund të ishin, dhe e thret vetë kjo nuk është se erdhi ai, e thret kjo, ma atë ankëthin dhe frustracionin e madh që kishte një femër pa realizuar, s'kishte bëje, ishte një 5 koti që i kishte dhënë kujtimit e ajo tonë dhe me kujtimit tij s'kishte jetu si femër fare, s'kishte asgjë që duhet bëj një njeri i zakonshëm. Por unë kam dashur me shkruaj këto 2 javë dhe po ta shkruaja tani nuk doja vija atë epilogun për shembull, që ka në fund që e shpjegon gjithë. Po atëherë aq ishte eksperjenca ime dhe aq ishte edhe mundësia me votu, ndoshta, po nuk e di, se kam provu. Por pastaj kur shkoj, unë e çova në 85-ën e kam shkruar për 3-4 javë kam shkruar, shumë shpejt, me një lapс. E shtypa në makinë dhe shkrimi dhe në fundën 85 e kam qunë shkripotuse në Antrash. E lexuan ata, redaksia, zdimin që aje me i bu. Se edhe ishte për luftën, se më që thash është për luftën, për kujtimin e herëve. Edhe nuk din që aje me i bu dhe e kanë bajnë, dhe është botun 89 si novelë. Pra 4 vjetë kanë dhejtë dhe shdoj 3-4 mujë, 5 mujë, më thresni më shiko. Shumë mirë është, po, si kur ta heqesh tu, dhe unë heqja vetë, pia se dhe ma lexon, kur ta lexon me një ritëm, ta banalizon tekstin, edhe unë bia dakord, dhe të gjitha shkurtimet që mi kanë po kam qenë dakord. Se pas 3 kanë mundërka që shkurt edhe 2 romane tjera, që i kisha dhe doja dhe me botu, po dhe mënyra se si lexoj, po dhe mu duke i kot, pas taj ai paragrafi që sepse si andra që i shkut copa, po praf mbetet. Në më thënë, aje është roman dhe 92-shën pastaj e kam botu film rapa, e kam botu plot versionin që pa prejë. Por është botu një libër me tërgjime novela, 89, vera pa këthim, dhe kjo është një novela.
Dhe në fakt gjykimi tim është një roman shumë modern. Nëse ti nuk e thu datën që kur shkruaj dhe kohën, kur shkruaj nuk do kuptoj. Pra, një roman i shkruar vonë. Ju në 2019 keni, jo, ndërkohë du pyes pak për poezi. Ti ke nisë me poezi fillim. Ke botu 2 libra me poezi apo jo? Kam botu disa libra. Në fillimet e tua. Në fillimet mia kam botu 3 libra. 3 libra është një kur kam qenë gjimnaz, një kur në 85 e një në 87. Ndërkohë që për vite shumë botore poezi. Kam botu një në 2018 në Shëntiri Ata. I kam rimarrë, kam bërë një selekcion 100 poezi nga ato librat e botuar para deri në 86 po themi. Dhe i që quhet Legjenda e lindjes time, që është një përzgjedhje e 100 poezive, që kam qenë i shtyrë nga botuesi francez për ta bërë një përzgjedhje. Dhe pastaj kam shkruar pak. Po një periudhë shumë e gjatë mes. Shumë. Dhe këtu vetë ju më lind pyetja se ti gjatë kësaj periudhe kohore po merresh me politikën. Dhe pyetja që më lind, mos thoshta poezia me pushtetin dhe politikën nuk qëndrojnë bashkë. Letërsia nuk qëndrojnë. Sepse është pushteti vetë. Dhe është një luftë shumë e madhe që bëhet, sidomos kur arrin në disa nivele të politikës që nuk mund ta bësh shumë me kohë të pjesshme. Por dhe gjithë lufta që bëhet është kryesisht për kohën. Cila do ta marrë kohën? Shkrimi apo raporte? Dhe në këtë kuptim unë besoj se një arsye themelore që dha përvejtjen 2007 ishte nga ministër, asnjë skandal s'pata, asnjë problem s'kisha shumë programor, por erdhi një pikë që nuk arrija më as me lexu ato që doja, jo vetëm mos shkruaja. Por dhe bëra zgjedhje, do zgjedhja o letërsi, o politikë. Dhe për tjera, janë gjithë dilema që unë i kam përshkruar te autoportret me teleskop një farë mënyrë, në cilin lloj pushtetit do privilegjet e pushtetit shumë, që ministri i jashtëm është 150 ditë në vit në avion, por në business class, në hotele me 5 yje, në darka me kaviar, me shampanjë, me të gjitha gjërat janë për që të shpërblen shumë ai, siç ta merr shpirtin, ai lloj po them funksion. Apo jeta shkrimtare normalisht lidhet me prisë atje dhe shkruash. Apo që të ose kishe ministër dhe ishen pushteta, kishe marrë letërsi. Shumë marrë për bestimin shkrimtar. Kur nuk arrita as të lexoja, atëherë u bë e padurueshme. Se kam te Biri Adamit kam një 10 poezi që ka një titull përbashkët poezi shkruar në 10.000 letër lartësi. Janë shkruar në avion. Tiranë New York e Kobol, Tiranë Tokyo, Tiranë Pekin, me gjithë kalimet nga Vjena ose nga Munichu, ose nga Stambolli, por gjithsesi nga momenti që hypa aty, Tiranë Moskë, prapë janë shtatorë. Në kështu që kisha malë, mbaja shënime, justifikoja vete. Justifikoja vete që nuk jam shkruar krejtësi. Por kur arriti puna që unë nuk gjeja kur të lexoja roman, se unë jam kënaqësinë shumë më të madhe kam si lexues se sa si shkrues libra, më pëlqen shumë leximi, kënaq shumë. Nuk jam nga ata shkrimtarë që nuk lexoj, unë lexoj shumë. Lexoj për ditë, jo vetëm shumë. Kështu që por poezia nuk ka ardhur tek unë ose ka ardhur në mënyrë shumë sporadike, sepse shkruaja romane. Aq sa shkruaja romane, shkruaja eseje, tregime, novela, dhe s'ka ardhur poezia nuk është se nëse do ishte thjesht çështje kohe, poezia merr më pak kohë. Poezia merr është si rufeja që bie bum, kurse proza është disiplinë, tavolinë, ai që mendon se shkruhet letërsi vetëm në fundjavë, prozë, vetëm në fundjavë nuk e ka marrë seriozisht letërsi, shkrimi e romane. Unë kam pas një gjë, kam thënë një herë në një intervistë shumë që atëherë në 2005 ndoshta, që nuk është se nuk i gjej 2 orë ditë, i gjej 2 orë ditë. Kthehem në shtëpi në orën 1:00 edhe mund të shkruaj deri në orën 1, gjë që e bëj tani. Por nuk gjej para kohën, se nuk mund të shkruash roman që të fillosh të mendosh për romanin kur ulesh në tavolinë.
para fletësbarë. Gjithë ditën të rinë kohë. Shkojnë të vinë paragrafet, shkojnë të vinë fjalë. Për një fjalë gjithë ditën mund pak, mua më do. Për qëllojnë gjithë ditën më rrimë me s'kam arrit me gjetë një fjalë, si thon kësaj tavolinë, si me përshkruaj të ngjyrë, s'kam arrit me ngjyrën e kësaj tavolinë, s'kam arrit me gjetë atë fjalën që duhet. Përdor shumë fjalor, përdor fjalor shqip, për fjalor sinonimesh, për fjalor frëngjisht-shqip, anglisht-shqip, se shpesh frëngjisht-anglisht për ta ose anglisht-frëngjisht, se shpesh vjen fjala në një gjuhë tjetër. Nuk më vjen shqip për çamet. Shkoj hap fjalorin e gjej, pastaj shkoj te fjalori sinonimeve. Në tavolinën time Ahmeti e ka pa, kam shumë fjalor tavolinën e punës. Kam shumë fjalor sepse fjalori të zhbllokon punën, por nuk i ka fjalën mua, pak të më rrimendja tek ajo fjala që s'po e gjes, skaloj të fjala tjetër për çamet. Du ta lidh jetën tuaj me letërsinë tuaj sigurisht. Ti ke jetuar jetë politike në një kohë mbase të trazuarat, Po dhe më pasionale. Po dhe më pasionale sigurisht, pra në thojza ne ta shkojmë ke jetuar një periudhë kaosi. Ka qenë një kaos shoqëror jashtëzakonshëm. Ti ke qenë në disa poste, në disa pozicione kyçe. Nuk ka lidhje me politikën, sepse nuk do bëj pyetje në atë pikë, po këtë kaos, le të themi, ke vendosur ta tjerësh, siç i thonë, ne nga bërë ta tjerë, në ondë një moment të shkruash një autobiografi për vete. Autobiografi të mirë fillit. Nuk kam menduar dhe nuk besoj të shkruaj. Kam shkruar 2 libra ku jam shumë prezent. Do të thënë, si personazh fiction. Për të ndërtuar fiction, një autobiografi me data, me emra. Jo, po kam një libër që letrat e mia kredenciale, që është në biseda me Arta Markun, që janë pyetje përgjigje, është një lloj interviste, por që kam edhe elemente shumë autobiografike. Por nuk mendoj se është interesante autobiografia. Unë nëse autobiografia më interesante është nuk ajo e Philip Rothit, i cili mbledh copza intervistash që ka dhënë gjatë jetës tij, ose që nga thënë tjerë për te, dhe i bashkon dhe ku ka tregu si e ka shkrujtë roman apo atë roman apo shumë, si e kanë shah, si i kanë bërë që ka pas ko periuda të vështira, dhe i shkreti se qunin antisemit duke qenë vetë që i fut, po ka që ka një qasje të caktuar ndaj atyre, pra, i mbledh to dhe kjo thot është autobiografia e ke lexuar Rigen? Jo, nuk kam lexuar. Po është botuar biografi të mes fondit që kam nisë pak. Është interesant. Po padyshim që ai biografi i vështirë për është të këtë për faktë, se jam të më interesuar për biografitë e shkrimtarëve, është pasion i imi. Jo, në rregull, biografia është tjetër kjo, autobiografia. Ose autobiografi diçka tjetër. Në 2019 kemi fituar një shpirje Panajirit, me romanin Dëmtuar gjatë rrugës. Më ke thënë një bisedë në drejt që është çmimi i parë që ka marrë Shqipëria. I vetë është. A ke ndjerë vetë të vlerësuar besnik Shqipëri? Po, mi kanë lexuar njerëzit libra, për shembull, Panajir shiten librat e mi, her pas here më shkruajnë lexues, sepse lexuesit nuk e bëjnë çmimet, unë nuk jam manjak i çmimeve. Domethënë edhe ai që çmimi që mora në 2019 i Panajirit nuk është se ai ishte botuar libër dhe juria faleminderit për isaj. Por në rastet ku ka qenë me çut dhe shkrime, për shembull, i kam dalur botues në Doex apo dhe tjerë që kanë gjithmonë që t'i qonin, se nuk të mbushë dhe unë i shoh disa kolegë që mërziten shumë dhe ankohen pse mori ai e se mora unë. Janë mirë që e kanë marrë 2, 3, 4 herë çmimet kombëtare dhe prapë unë isha në jurinë e poetit laureat, vinin në më thoshin pse më thanë duhet ta marr unë poetë, kishin marrë çmime tjera. Më thënë, nuk, edhe, ndoshta futesh në një garë që fillon edhe e mbushesh me të keq për tjerë, ma mi rri larg garës dhe shif punën tënde. Dhe ajo, unë pas që ai çmim që shumë i dobishëm, sepse në 2 ditë të fundit Panajirit, që u dha çmimin, u mbaru, s'kishte më të në libër. Të ushit shumë, pra do të thotë, ai çmim ja arrinte qëllimin që duhet të ketë një çmim, për të tërheqë vëmendjen e lexuesit tek libri. Kjo për mua është gjëja më e bukur. Pjesa tjetër.
Unë jam deri i vlerësuar sepse kanë shumë njerëz lexojnë se tani kur vika nga politika shpika një slogan se 20 vjet në politikë se do të më pas slogane. Edhe thash tani nuk jam kërkim votuesve, jam kërkim lexuesve. Edhe duke qenë kërkim lexuesve tani shirve, por ata dy çunat për mua janë se miq të tjerë i kam miq ju tjerë. Po ata po shumë mirë që janë dy, nuk është pak, dy njerëz që kanë ardhur me kanë kuriozitet për librat e mi. Kjo në shumë vështirë që është lexues se votues. është absolutisht shumë e vështirë. Ndërkohë që ti je këtu të dy periudhat. Cila ka qenë ajo në këndvështrimin e shkrimtarit, një thyrje e dy sistemeve në këndvështrimin e shkrimtarit, dhe liri për të shkruar. Ti ke përjetuar të dyja si një dallim në sensin asaj që ti shkruar ose reflektimin e dy periudhave në dy si shkrimtar. Po, nuk me asgjë nuk do të ndroja lirin që kam tani. Tani ne kemi pas menduar në mënyrë shumë utopike për lirin para 90, para 89. Do të thotë që asnjë nga ne brezit tim të paktën rezulton nuk ka pas një përshtyrim konkret për lirin dhe për vështirësi që ka ekzistenca e lirisë, pasi është arrit, dhe për kërcënimet që merr liria në periudhën e lirisë. Kështu që gjithë kjo është e bën që zbulimi i lirisë është një pasuri e madhe për shkrimtarin. E çliron shkrimtarin nga autocensura. E çliron shkrimtarin nga koha e humbur për ta botuar librin e tij. Unë kam një roman që këto bëhen libra në vete, po të thërë. Unë kam një roman që quhet Një sagë e vogël. Ai është i shkruajtur pa shpresën se do botohet. Njësoj si Gjinkallat e Vaps, që është shkruajtur pa shpresën se do botohet, që jemi sinqert. Ai është shkruajtur pa shpresën se do botohet dhe është i kompozuar me 3 pjesë. Tani kam një pjesë e parë, pra që mund të ekzistojnë edhe në mënyrë pavarur, si 3 novela, si me thonë. Dhe pjesa e parë është një fëmijë personazh, i cili është fëmia i një burgosur politik, ka gjithë mitet e madhështisë për teatrin, që t'i knohen këmbë, ai se ka pa kur. Dhe kur shkon në burg dhe më në fund, kur 12 vjeç shko me t'jamë në qytet, e shef në burg një grusht njëri atje, kështu dhe i shkatërrohet figura e teatrit. Tani kam shkruajtur një 100 faqe proza për kalamaj, për ta ambalazhuar, për ta futur. Kjo veç për fëmijë nuk është, po vetëm personazhi ka fëmijë, por nuk është prozë për fëmijë. Nuk ka asnjë libër. Dhe unë kam shkruajtur një 100 faqe për ta përmbledhur brenda, për ta botuar si novelë për fëmijë, për ta ambalazhuar, si më thonë. Sepse kisha qef me e pa tekst shtyp. Shkrimtari, unë kënaqësinë më të madhe e kam si shkrimtar, jo kur e mbaroj librin, por kur e marr kopjen e librit. Kur e marr, duket një gjë e madhe për mua. Pastaj kaloj në atë libër tjetër. Pjesën e tretë e kam botuar si novelë te ai libër me tregime novela që thash Vera pa kthim, që është edhe Vera pa kthim si novelë. Atë pjesën e mesit që është një natë e një burgosur politik, kur pata shku në Spaç si gazetar 85, 85 do të qenë, dhe gjeta një shok të fëmijërisë time, unë shkova në Spaç për minjerën reportazh, por gjeta një që ishte po oficer dhe ishte një nga oficerët e burgut të Spaçit. Dhe ai më futi brenda nga Teoporin, nga komanda, jo nga ku ishin burgosur, por pash në hyrje të kampit tonë, një dhomë, pa dritare, pa asgjë. Dhe i thash çfarë është kjo tha dhoma speciale. Çfarë ndodhet në dhomën speciale? Ata të burgosurit kam drejt të flej një natë me gruan e vet, tha, qofse sillen mirë, një natë në muaj. Nëse sillen mirë. Edhe po mundes një llampë. Dhe në atë kohë kisha shkruajtur Verë pa kthim. Dhe kam shkruajtur, e kam filluar atje në hotelin e Rëshenit me shkruajt dhe kam marrë në Tiranë, atë
që mund të ekziston si novel dhe që është përshkrimi I gjitha kompromiseve të mundshme që bën një I burgosur për të pas drejt me flet një natë me gruan, I cila është femra vetë me ti, ky është inxhinier, nuk është një njeri I lanur, por ajo ka qenë femra e jetës ti, e vetmja nga fillimi dhe derisa është në burg. Dhe ky tani kur gjendet vetëm në tokë me atë gruan e tij, papritur mendon që përgjohet. Pra nuk do ndot idenë që një polic diku me ca kufje në vesh dëgjon zhurmat e dashurisë, që mund të masturbohet duke përftyruar çfarë bojnë ata ajo dhomë. Dhe ky ka një bllokim seksual. Nuk bën dot dashuri. Pra vendoset mos komunikimi total. Po njëkohësisht nuk mund t'ia thonë gruas ti pse është kështu. Sepse po t'ia thonë bën bashkëfajtore. Ajo duhet o ta denoncojë këtë, o të përfundojë edhe me të burg. Dhe ka një moment që ajo që nuk e kupton, që iku kjo natë që ishte dhurata më shumë pritur e tyre, dhe nuk e kupton dhe I thotë mos je bëhu homoseksual. Dhe është një frazë e vetë me një pyetje, jo I thotë. Dhe kur unë në Nothing ishin me njëherë botova këtë, si novel, ishin botu pjesa e parë dhe pjesa e tretë, nuk ishte botu kjo e mesit. Dhe e botova. Te në revistën nëntore, gazetën të rita, se bajnë, por nga këto të lidhës. Dhe më bën një artikull më Zyti Morava, që isha dhe mi, kësa ishte liru nga burg, edhe më thë, si ku të zonë ti, sa I kishte po burg vetë, si ku të zonë ti, që I qunë burgosërit politik pederast, e homoseksual. E morë, ajo e imja ishte e para pyetje, pa ngarkes. E dyta unë nuk kam ngarkesa për ndaj njerëzve për arsye të orientimit tyre seksual, nuk I kam pas as atëherë. Pra tu të them ja, në njëri tani, ato bëra gjithë ato lodhje në diktaturë me I botu të dyja, gjeta një sulm që s'ma merrte mendja hiç. Kështu që në asnjëherë shkrimtari nuk e ka shkrimtari I vërtet, nuk e ka shesh me lule rrugën. Gjithmonë gjendet një arsye për të rënë me qefiç. Ndërkohë shikon sa neve është Rigeli shkrimtar I ri, unë jam shkrimtar I ri, Keli nuk po të fuse, nga kalu stadi, po shkrimtar I ri është edhe Keli. Vetë shkrimtar I ri. Është Ahmedi shkrimtar. Besoj se pas librit të tretë nuk jemi shkrimtar I ri. Është herë si që shkruan dhe edhe ka botu një lirë poezi djalin në fund edhe I pret botoj dhe tjerë. Tani shkrimtar I ri ose të shkruarit është një proces shumë I gjatë edhe I dhimbshëm edhe tragjike e tjerë thojë, apo e flusin gjitha këtë fëtjetën pak patos kësaj situate, po ti një shkrimtar I madh. Nuk e frymë se thënë një shkrimtar I madh. Kjo është me kohë. Jo, ideja është që ti je një shkrimtar I madh. Pra, po ti me kohë ke pas një model, jo model letrar, një rutinë, le të themi, ose një faktor X brenda vetes tënde që ti ke ardhur deri këtu. Që ndoshta ne drejt kemi nevojë ta gjejmë. Prandaj unë gjithmonë ftuar një shkrimtar kryesisht të mëdhenj, më shumë kërkoj një manual të vogël, diçka tënde, ta ndash me ne se si ke arritur deri këtu. Se ne kemi nevojë atë. Po, shiko, unë e para është përcaktimi prioritetin. Unë besoj se në kokën time shumë herët janë përcaktuar prioritetet se ç'a do bëja me jetën time. E dyta, mënyra e punës. Përsëris, ata shkrimtarë të rinj në mënyrë të veçantë, por edhe tjerë që mendojnë se mund të shkruajnë pa lexuar shumë. Aristoteli thotë që nga poezia lind poezia, pra nga leximi, nuk thot nga jeta. Edhe deri sot është e sigurt që një shkrimtar që nuk lexon varfërohet imagjinata e tij dhe gjuha e tij. Pra dhe që nuk shkruajnë me një rregullsi, nuk kanë gjë të rrezik. Unë kam për shumë vite kam qenë I detyruar të bëj punë me fitu bukën e gojës. Do të thotë që kam qenë gazetar, kam qenë përkthyes, kam qenë politikan, pastaj deputet, ambasador, ministër. Kur në jetën time
nuk kam bërë në shtëpi një punë punës. Kur? Domethënë ka qenë kam nejtë në zyrë gjatë, kur punoja në gazetë, apo kur punoja në Ministrinë e Jashtme, apo kur punoja në vende të ndryshme, por kam dashur me marrë punë e punës në zyrë. Dhe kur nuk kam bërë një punë letërsie në zyrë. Pra ka qenë kam pas një skemë skizofrenike të ndarë qartë. Vendin e punës. Në shtëpi mendoja për letërsi dhe për fëmijët, për familjen, por nuk mendoja për punë. Kur? Dhe e njëjta gjë në punë nuk ngatëroja punët e letërsisë. Pra për mua ka qenë shumë e rëndësishme dhe mbetet mënyra e punës dhe e lidhur me mënyrën e të menduarit, domethënë dhe me vendin, detyrimisht pastaj me sketën. Kështu që unë do t'ju thosha gjithë juve që çdo ditë duhet të mendoni për subjektet që shkruani për poezi. Një poezi, një sonet, thot Paul Valéry, një sonet i përfunduar është vetëm një sonet i praktisur. Rikthimi tek teksti, pra nuk mbarë, por rikthimi tek teksti është i domosdoshëm për ta perfeksionuar. Nuk ke një gjë të re, riktheu te një tekst i vjetër, po mos rri asnjë ditë pa kontakt për fletën e parë. Profesor, kemi rreth një orë në ca që bisedojmë, tani më parë se të shkojmë në fund, Kelin du të flasë, Keli ju dhe të ofru si një shumë i mirë në vërstandë, dhe kjo është ka si për një shkrimtar, që fletë për një shkrimtar tjetër, para ndodhë shpesh, kur ndodhë. Bëra shaka, sepse sot kam kalu një ditë gjatë lotshme dhe kam marrë me një gjuhë. Me fort, kam shumë përzetë kur dëgjoj. Ty fjalë do i thush tani, se ne kemi edhe për klasike, se ti e qikë edhe shumë, po do i sëroj pastaj. Ne përmendëm disa libra sot, por Besniku është shkrimtar shumë i vështirë. Dhe ndryshe nga gjithë shkrimtarët e tjerë, më kam përshtypjen se do një lexues pak më vëmendshëm dhe një lexues që të vrasë mendjen. Sepse historia e tij është historitë e tij është shumë komplikuar dhe me mesazhe shumë fishta. Për shembull, ne përmendëm verën Pakthim, por që mund duket romani më i komplikuar që ka Besniku Mustafaj, pavarësisht është romani i parë. Dashni i saj e vogël. Janë romane të vështira dhe edhe për të kuptuar dhe për të marrë mesazhet e duhura. Ose përmendëm këtu fundi si një vrim e zezë, si novelë, dhe ti e ceke të ridone, ceke me shumë drejt, që kjo është e rrallë, sidomos letërsinë shqipe, çmitizimi i herojit. Ne jemi popull patetik, popull me pathos madh, dhe sidomos ne kemi epos, ne kemi legjenda, ne kemi mite, ne kemi heroj. Por në përgjithësi kur filloni gërvisht pak herojnë, kupton që mbas tyre ka një banalitet shumë të madh. Dhe kur unë kam lexuar këtë novelë, jam tamam i çuditur pikërisht në mënyrën se si ai hero, Fadili, përfundon në një, jo në një anti-hero, se nuk e jep këtë luksin të jetë as anti-hero. Përfundon një lloj karagjozi në gjithë kjo histori. Dhe ka marrë telefon dhe i thotë ç'është kjo që po. Kjo është kjo nuk është konvencionale. Kjo nuk është konvencionale. Dhe më kujtu për shembull historitë që nuk e di sa e vërtet janë, se mund të bëjmë qafë, për shembull ti referohesh një heroj të veriut, mund t'i referohen Selam Usaj, thonë që ka mbet të telat se ishte tapë. Keni deu, dhe ta pasurosh të në letërsi, duke mbajtur një qëndrim moral jo ironik, as cinik, më mendja është një nga kulmet e mjeshtrisë të shkruarit, dhe pamjen e strukturës se si ndërtohet një libër. Mendoj që kjo është perfekcion. Por përmendëm autoportret në teleskop. Personazhi kryesor është Besniku Mustafaj. Është një roman
që akoma nuk është botu në besoj do të dalë tani në vjesht që prap një nga personazhet është Besnik Mustafaj. Dhe nuk ka një gjë më zbavitse se si shohësh distancën e Besnik Mustafajt nga personazhi i Besnik Mustafajt. Pra, në këtë moment unë kam përshtypjen që nuk ka rritur thjesht një spjeguri në bërjen e artit vet, por është kulmin e zbavitjes të të shkruar. Dhe aty ku mbyllet aty në Prisk, se ju e mendoni kështu se është në Kasolle, me në gjëra të këtej. Të kemi qartë që Kasolle ka një kohë Kasolle. Ka një nga studiot më piktoreske, që mund të ketë një shkrimtar në Shqipëri, po jo vetëm, ka përshtypjen. Aty ku është i mbyllur, dhe është i izoluar, kjo është e vërtet, nga që nuk ka me këtë merret me vetë në vetë. Dhe në këtë lloj letësie është banaj mondial, jo me i veçantë në Shqipëri, për dyshim, por pak në ajsa kam lexuar nuk kam gjetë në asnjë letësim botërore. Është unik në llojin e vet. Dhe pastaj është unik në mënyrën se si trafan. Përmend dy pjesën e fëmijërisë të 7-8 vjeçarit, unë fillon ai të shkruan për iniciativën e mësuesit. Jam jo i dashuruar me ato lloj historisht, për mënyrën se si i tregon. Duke sigur kam i plak të moqën që kanë nesë zjarrin, dhe me që vetë vuam nga pajgjumësia se i dhemin kujshet, të madhe ty pa gjumë. Pra, dhe një farë me mëre, është manipulu si e të turmave për i lexuesit. Profesor, fal që ndoshta ai shpesh paralele me Besnik, dakor. Unë kam si profesor, jam problem. Kam përmendur një vit në jetën time kam dhënë kursin dhe gjatë një viti, 12 muaj të quajmë, kam dhënë prej klasë 4 fillore deri në universitet. Edhe ika. Ndjes ndoshta shpesh që po nis disa paralele mes politikës dhe drejtësisë, kërkoj ndjes në pikë, nëse të projë më thuj, po ka një shprehje Kuteri ku thotë që ndërsia thotë është një botë ku bilon gjepri, me cilën unë nuk jam dakord, realisht. Po kur ke nisur të shkruash, domethënë ke pasur parasysh të shprehje mbas ose ke thënë, ok, rival në ndërsi, nuk do të kalu politik. Kur rivaliteti është më i dashur, është më i frikshëm, është më i rrezikshëm etj etj. Jo, është më i dukshëm ndoshta. Jo, më i dukshëm. Është më i dukshëm se sa ndërsi. Ka dhe më kosto se sa ndërsi. Mendoj. Do ne kemi përballë. Dogot je një personazh, je një person shumë i qetë, nuk je konfliktual. Pra si e ke dalë ti shmangësh këto. Se edhe politik, ti nuk je një person që ke armiq, në thojse. Gjithashtu dhe ndërsi. Kam, po, i ke... Marri, kam i marrë 14 vjeç dhe i ke harru. Dhe më kanë harru edhe ata. Por në politik, në një nivel të saktuar nuk ke armiq. Por sa më larë që ngjitesh, ke shumë kundërshtarë. Dhe në qoftë se nuk ke edhe shumë mbështetës, sepse lufta në politik nuk përballohet vetëm. Ke mbështetës dhe kundërshtarë, por ke je gjithmonë me batalione, ose nuk je për atje lartë, duhet ikësh, qoftë nuk ke njerëz që të mbështesin, dhe nuk flas me të mbështet e proriot, me të mbështet ata që janë poshtë e besu tek ti, dhe nëse tjetri nuk të bie në qafë, ose të bëhet pengesë, o do ta vrasësh në kuptimin figurativ, o do të vrasësh. Dhe në këtë kuptim, lufta brenda letërsisë është më e vështirë se je vetëm. Nuk ke njeri që të mbështet. Pra, dhe kjo nuk është një luftë, ka Ismaili shumë të bukur atë poezinë për Majakovskin. Dhe nuk është një luftë që bëhet, sepse s'ka asnjë arsye që të kemë luftë me Ismailin, mbi fjala, ose Ismaili me Driteroj. Po janë ca poshtyre më mediokër që bëjnë luftë kundër që gjujnë me gur shkrimtarin e mirë, shkrimtarin serios, shkrimtarin. Dhe je vetëm përballë aty. Kush nuk të mbështet? Përballë mediokër. Përgjithsisht je vetëm. Dhe është një luftë më e vështirë. Sepse nuk ka gjë më të mëshme se zilia, gjë më brejti se shumë njerëz i bërthirë të dhja pëse ti je aty. Ti e ke shkruajtur romanin, kush nuk mund ta shkruaj romanin tënd për vështirë. Pra, dhe po të mos e shkruash ti, unë nuk jam i lumtur. Më i lumtur se sa jam.
jam për që jam. Por them pse u bë ky me shkruajtë? Po si apo tuan? Po pse kishte shkruajt Enkeli për atë librin e tij? Çfarë e ka ose e ka shok? Fillojnë marrin edhe Enkelin në natë. Po tani janë smundje, po janë universale. Nuk janë vetëm. Sigurisht aspekti provincial që ka Tirana në raport me metropolën i bën më evidente se si thot drejtoroi ne jemi një popull 3 milion pushurin, një popull pushurish, thot një vend. Dhe duke qenë pushuri zi më të dukshme këto relacionesh negative. Duhet me pa punë me dhe për ta mbyllur sfundi, gjithë ne kemi një reagimi që themi besniku shkrimtar i mirë, po themi reagimi njeriu jep një buzëqeshje naive, sigurisht lumturohet e tjerë. Do doja dia prapë se aty më rrej unë, nuk e di pse. Dhe kjo është pyetja e fundit dhe mbyll. Ke një buzëqeshje naive që përket vetëm ty, e ke pranë në shpirt. Kush do e ka atë? Atë buzëqeshje ja dhuron atij që thotë besniku është një politikan i mirë, nuk është një shkrimtar i mirë. të dyve. Se Një dallim mes tyre. Nuk e di ja e kam në mimik. Por them drejtën, unë kam shok të mit, me cilë kam bërë rrugë gjata në politikë, që kanë qenë deri nivel ministri Samit, që sot lëvizin me bodyguard dhe me makinë. Do të thënë me shofer, makinë me shofer. Edhe unë jam shumë i lumtur që kur e kam bërë në politikën, derisa nuk më kanë dalë një rrugë mua ose gruan tim ose fëmijët e mi, me thënë fëmijët e mi që babën e ke burë keq, ose gruas time çfarë burri ke ti, ose më ndalë më të shiko. S'më ke pagu ato që të kanë dhënë parë, s'më ke kryer punë. Pra në këtë kuptim, kur thonë besniku ka qenë burrë mirë në politikë ose politikan i mirë, më vjen mirë, se bilanci i stima është edhe ajo, atë buzëqeshje e kam. Por sigurisht që kur gjej në një që ka lexuar librat e mi dhe pa njoftë, ka lexuar libra që mund të shkoj marrë çdo libër të një autori pa njohur dhe është i kënaqur që më njohë mund autorit. Për arsye të librave, në të rast shkoj buzëqeshja shkoj desh në desh. Ja për që libërsitë që ka marrë. Besnikun të falenderoj nga zemra që ishe sot me ne, për gjithë ato që thamë dhe bisedojmë më bashkë. Besoj ndryshimi prapë sepse cikët vazhdojnë dhe botimet vazhdojnë. Faleminderit edhe ju gjithëve, Keli, Ahmeti, se më vjen të them drejtor edhe ty, nuk e di pse kam qenë ti tras njerëz me ti, nuk e di pse e kam këtë mënyrë. Duhet të apërës që fakultetin e dytë sa më shpejt që dhe të shdojë.